Nuk po besoj që ka me ndodhë diçka tjetër, është bosa onë që numrave, fatkeqësisht kronike zezë, për kuvendin jena pa mundësu me ushtru detyrën tonë si përfaqësues popullit, por edhe më tutje jam për atyre që besoj që racionaliteti politik ka me qu drejt një marrëveshje politike për me kryu shumicë edhe Kosova mu të debloku nga kjo marrje politike pa drejtësisht. Apo shojni që është duke vepru diçka Partia e Parë për të arrit një marrëveshje politike? Ka veprime, por me deputet individualisht. Kjo nuk e bën besueshme një marrëveshje politike. Tani është për mu legjitime që Partia e Parë me provu që me i bin deputetet më bo pjesë e saj, të përfshi transakcione, oferta dhe joshje politike, por nuk krijon stabilitet. Do të me kuptu Partia e Parë që pa një marrëveshje politike pavarësisht me kënd nuk ka stabilitet edhe nuk ka deblokim të situatës. A kanë marrë oferta të tilla edhe deputetët e LDK-s, është thënë se janë kontaktuar 2 prej tyre, por nuk dihet nëse kanë marrë oferta të ngjashme. Për te i dyve, ma shumë janë kontaktu, po është çështje që ata i kanë zbardhë vetë, ata dhe ato i kanë zbardhë vetë këto takime, që nuk kupton që LDK është unike, na veprojmë bashkë politikisht, dhe jemi të interesuar me i dhonë oksigjen politik krejt kësaj situate, që gjendja jonë, raporti jonë, statusi jonë edhe roli jonë politik është shumë i qartë. Ne jemi këtu, kemi bo një ofertë për një qeveri të kalimtare, urdhani diskutoni, nuk ka rrugë tjetër. Faleminderit. Faleminderit ju.